kuptuam, viti që kaloi, viti 2025 pati disa goditje të rëndësishme të zyrtarëve të lartë, pati disa iniciativa të SPAK-ut për të shkuar në nivele shumë të rëndësishme të qeverisë së vendit, ku të paktën dyshohet për përfshirje në tendera të mëdhenj korruptiv, të cilat kanë në përbërje të tyre miliona dhe miliona euro të taksa paguesve shqiptar, ku ne sigurisht nuk e dim se ku kanë shkuar paratë, është gjithmonë një, le të themi, iniciativë të cilët ne si media e kërkojmë për të kuptuar ku kanë shkuar paratë e qytetarëve shqiptarë, dhe nëse këto para kanë shkuar në mënyrë korruptive të merren dhe të rikthehen. Pra, paktën këtë dëshirojmë të gjithë ne. Po çfarë është SPAK-u në vetvete? Diferenca midis byrosë kombëtare të hetimit si strukturë timore dhe policisë së shtetit, unë dua ta kuptoj pak më shumë sonte me shef krenar Ahmetin. Çfarë kupton tek SPAK-u, Ahmeti? Ka një lloj iniciative për të ndryshuar diçka, ndoshta për të kthyer një faqe tjetër këtij sistemi të ndërtuar kështu? Tani, unë do vjen në studio me bluz të shkruar SPAK and ad baculum. E përkthim në shqip. SPAK e Dajak. SPAK dhe Dajak. Pra, domethënë jam partizan i ligjit. SPAK-u unë e përgëzoj këtë institucion që të paktën ka filluar me funksionu, është dritë në fund tunelit. Është dritë në fund tunelit me motivacionin kush ka pi ujë në krut qeverisë, ka me i ra flama. Është i shprehje vjetër. Pra, ata që kanë vjedhë këtë vend, ata që kanë shpërduru taksat e këtij vendit, të ardhmen e këtij vendit e kanë përzhit. Në qoftë se ti bën korrupsion 1 vit, 10 vjet shkon vendi mrapa. Ky është raporti. 11 do 10 vjet për të rikuperuar një vit korrupsion. Me 1 vit korrupsion. Pra, nëse 1 vit, pra, dhe i ka dhënë shenjat e para të goditjes, pra është duke e godit në kokë. Është duke e godit në zemër. Po vazhdoi kështu, ka shpresë. Ka shpresë, po damin që është bën deri tani në këto momente, edhe fëmijët tanë kur bëhen 25-30 vjeç kanë për ta ndje. Dami, vazhdimi, ke përgjithësi sepse jehona, si tsunami, ka ndodhur tërmeti këtu, do të vi tsunami, edhe do të mysi bregun, do dalga nga të kadal, rikuperimi do shumë djerës edhe mund. Po të paktën, një institucion po tregon, kur ka vullnet, kur ka mbështetje, domethënë atje të përballet gjithë, i madh dhe i vogël, kushdo që të jetë, përballet me ligjin. Kjo është demokracia, kjo është ai sistem që ne kemi zgjidhur. Kjo është, por më vjen shumë keq kur, për shembull, SPAK-u, se ata kanë me fakte, thotë, pra ka frikë të bashkëpunojë me policinë, sepse pikërisht një vend po të rrodhi informacioni, atëherë të prish krejt sistemin, pse a tham që investigimi, pra hetimi është kërkim shkencor, apo një gjë po të rrodhi, domethënë nuk është mrena parametrave procedurial, dhe pastaj do të kushtoj si nga krahu i forcave të ligjit, si nga krahu i kriminalëve. Sepse duhet me mbrojtë edhe drejtat e njerëzit. Jo, qartë. E kuptove, pra procedura duhet të jetë, pra nganjëherë pra mbrojtja e informacionit është edhe me mbrojtë edhe atëherë. Sepse nëse nuk mbrohet informacioni, a e shef se nganjëherë ja amplifikohen shumë gjëra, po ka teknika, taktika. Grupet kriminale të paktën të parë në dosje janë detyruar të përdorin elemente të caktuar, të paktën nga ata të cilët kanë pasur në dorë aktet hetimore, siç ishte një ish oficeri forcave operacionale, të cilët për një hetim ka pasur aktet në dorë, dhe këtë informacion unë ja jap Andit apo dikujt tjetër i cili është ke pala kundërshtare e shtetit. Është shkelje flagrante, shumë nuk gjej fjalë. Unë nuk arrit dot të se koncepton do si gjithë. Si mundet një oficer policie me spaleta për 5.000 euro. 5.000 euro unë, 5.000 euro shokët, dhe nga 5 shokët, për 15. Po, ja dhe për 1,5 milion. Shumë pak. Domethënë do të jetë, pra je një oficer, je punonjës policie, ke një farë ideale, si mund ta bësh ti këtë? Pra nuk ka vlerë paraja në raport. Asnjë vlerë fare, sidomos për këto lloj forma. Ore, dakord, ja unë mund t'ja pranoj një vile rrush, po jo të nxjerrësh njeriu në pritër. Si mund ta bësh ti këtë? Hasë me ta kesh. Nuk arrit të ta perceptoj.
do të thënë, nuk gjej fjalë, prandaj po shprehem, po aktroj në këtë formë. Nuk gjej fjalë se si unë mund ta vesh, ndaj artistikisht, juridikisht, si mund ta bëj. Nuk arri. Ose ka pas një hall të madh. Se të paktën thotore, më vun kallashin në kaptin, po dhe unë e bëra për këtë arsye sepse kam fëmijë. Po jo, me mesazhe vetëm kjo mund ta detyroj. Domethënë edhe ka në thojza, edhe kjo jo, po ka thojza, pra motivi pse e bëre. E kishe menduar ndonjëherë, duke qenë pjesë e strukturave policore për shumë vite, duke qenë, le të themi, në nivele të larta, për themin e pjesë e sistemit, quhemi, apo jo? Kam qenë deri aty ku kam pa mbrapa perdes. Mbrapa perdes. Pra, kam qenë deri aty, ato që ne, ndoshta qytetari nuk e percepton dot se çfarë ka mbrapa, saj perdes, është e vështirë. Pra, kam qenë mbrapa perdes. Ke qenë mbrapa perdes. Tani, e kishe menduar ndonjëherë që do të ngrihej një sistem i tillë ku do të qarkullonin shumë miliona, ndoshta edhe për një projekt në policinë rrugore. Dhe për një projekt vendosja e kamerave e radarëve të pozicionuar në autostradë, e cila për të pak nga informacionet që ka mu shkonte diku deri 4-5 milion euro për të bërë me radar gjithë Shqipërinë. Asi që 4-5 milion euro kushtojnë, në parantezë që ta kuptoj, kushtojnë gjysmat atyre çokolladat. Jo, lere çokolladat. Jo, po të marrë krahasimin. Jeta e një fermeri, jeta s'ka të pagume, po një fermer, nëse humb jetën, një fermer i Lushnjës, një fermer i Koplikut, nëse humb jetën në një aksident, ekuivalent ky komuniteti jon në GDP humb $2 milion i ka direkt të humbura. Pra çdo jetë e humbur se ka kosto. Po të vdiste ai, po të bënte aksident ai doktori që detyrova unë të bëj veprimin, komuniteti $20 milion humb në sekond. Sepse sa është dashur për me formu dhe sa jetë njerëzish shpëton ai. Se kjo është pra ti si krijesë brenda këtij sistemi kapitalist, sa kushton? Ke një vlerë. Ke një vlerë dhe vlera munguar ke përgjithë në momentin që ti humb jetën, ke humb treg. Po flasim si kapitalistat, thash, parantez, jeta s'ka të çmuar, kurse komuniteti në momentin që ndodh një aksident ka humb treg valla. Nga i qartë. Ke përgjithë. Dhe ti më thotë mu 4 milion radaret, 80 milion le të bëjnë. Sa shkonte? Ke pas informacione sa mund shkonte të bëjë me radar? Me radar, sado që të shkoj X shuma. Po? Të siguroj që për një muj e nxjerr krejt vlerën, se i merr gjobat dhe pastaj nuk ka nevojë ma radari, sepse s'ka ma gjoba se do binden. Do binden gjithë. Kaq, a e kuptove? Atëherë, ti duhet të kesh mjetet. Që t'ja dokumentosh. Dokumenti argumentues në gjithë për sigurinë publike duhet të jetë patjetër, se kështu në këtë formë ti nuk i shkel edhe drejtat njeriut, ti nuk e lë dot policin në dylbi fotografon këtë makinë dhe ja fut makinës tjetër. Se këto ndodhin sot. Ti nuk mundesh me dalë me dylbi atje pa certifikatën e meteorologjisë, që duhet jetë certifikuar kur të dalësh. Pra ti si shtet duhet të zbatosh ti rregullin një herë. Atë makinën që e ke me targa, ja ke paguar ti taksat? I ke paguar siguracionet? Nuk i ke paguar. Atëherë pse më kërkon mu siguracionin? Pse më kërkon mu taksën? Sepse kështu bëhet shteti. Ti jemi në rregull një herë, pastaj dalim atje. Po këtu është problemi që OSHE si pagun ujësillësit si ujin, ujësillësit si pagun dritat, edhe në disbalanca financiare pastaj. Pikërisht pra, kurse qytetari shkret duhet të jetë më së korrekt, kurse institucioni pse nuk është korrekt? Sepse ata që duhet me u marrë me financat, merren me zgjedhjet vlla. E kishe menduar ndonjëherë që do shkonte gjëja këtu duke parë pas perdes. E di që do shkonte në këto vlera. E kam thënë edhe në herë të tjera. E kam thënë edhe që i duhen jo 1, po 10 spakë me ngrit. Në çdo qark ka i spak, e s'ka për të mujt me ja dal, sepse është bë aq endemike sa është bën në kulturë, më i dashur. Është bërë në kulturë, mënyra e të jetuarit. Pra është kriju në gati në arketip ka kalu. Po nuk dhe diçka, nuk mbaron punë. Atëherë ne kena marrë si është. Është vërtet. Po kjo është e tmerrshme. Ku po i rrisin fëmijët? Ke përgjithë se tham policia që duam, tham do bëjmë këtë, propagandë gjithkund, propagandë. Nuk mund. Me pak mund. Me pak mund dhe pak investim, kjo Shqipëri bëhet lule. Jam shumë optimist. Të shpresoj shumë. Krenar Ahmeti, ishte kënaqësi që unë kisha në një intervistë për të nisur sezonin e 2026-s me ju. Ju kam vlerësuar
që unë isha ende pa u bërë shofer kur ju ishit në ato ujrat e drejtues mjeti, se shofer është eksperiencë. Nësa drejtues ka mjeti vozitës dhe shofera. Shoferi është profesion. Jam i farë shoferi dhe nuk jam. Çdo njeri, në bazë psikologjisë, çdo njeri gjithmonë e paraqet veten mbi mesatare. Është vërtet. Është veten. Jo, po, është vërtetuar në psikologji. Unë të kërkoj falje se sot duhet kisha ardhur me bluzën e shkruar Spak dhe Dajak. Ndoshta do kemi një tjetër moment. Spak mos e mba dorën. Kështu që Spak mos e mba dorën.